që diskutum protesta në Beograd, mundësinë e rënjes, po I themi ashtu të Vučićit, a mund të ketë ndonjë epilog gjatë të dialogut gjatë mandatit të Sorensenit? Unë shpresoj që Vučić e mosh në funde, a do të shkoj një muaj apo një muaj e gjysmë, dy, a është fundi si do të jetë, po shpresoj që ka me arë një rrymë tjetër me Bashkimin Evropian, me NATO, që është drejt strukturave amerikane dhe evropiane, dhe besoj që na t'i krymë punët tona si Kosovë, tesim atutje dhe t'ja gjujmë zjarëmin servis në termin popullor, topin aty në t'ja gjujmë dhe Amerikanë dhe Evropianët merren me ta jo me neve, na heken neve së aksionet dhe shpresoje që më në fund Serbia do të këndellë dhe ta pranë Kosovën tonë shtet pavarë sovran dhe jemi si shtëfshinë. Përfundoj kjo çështje. Po, patjetër dhe të filloj edhe Kosova zbatimin e të gjitha marrëveshjeve, edhe ato aneksin e orit dhe t'i lënë kryeministit zoti Kurti, t'i lënë ato thikat mbi hartë, mos pi përmend, mos t'i ofendoj ata politikanët dhe tullët, t'i përvil mëngët dhe të filloj t'i kry punë të veta, se haltë kësja kryn, asë kusht tjetër, dhe t'i lënë ato farë polarizime dhe të shkojnë se Kosova e ka vendin në NATO, Bashkimin Evropian, dhe mos na ikin çdo qytetar rini jashtë për një jetë më të mirë, se për këtë I ka marrë 40%. Pikë është kjo. Shkodran, shkrutimisht, a mendon që do të ketë epilog? Se për këtë përfaqësuesit të Bashkimit Evropian, dyshoj që ndikimi I tyre do të jetë, sepse kemi pa edhe në të kaluar, ndikimi I tyre ka qenë minor, thuaj se kanë marrëvajt një farë procesi dhe kanë shpik një term normalizim të raportit, mirë pas njëherë nuk kanë sqaruar çka nën kupton sakt normalizimi. Normalizimi sipas tyre nën kupton që dy paret mos kanë konflikte, mirë po të mos kemi procese të zgjidhura edhe të përfunduara një herë mirë. Unë shpresoj në këtë presionin edhe këtu nismat e presidentit Trump që t'i mbyll të vatrat e krizave, sepse fundja dëshiron që të merret me diçka më madhore, e në raport Ballkani, në raport me vendet e Azisë dhe Kinën, domethënë është nuk diskutohet sa I përket rëndësisë së trajtimit të tyre çështje, kështu që unë shpresoj vetëm në presionin e Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe jo në diçka lëvizje konkrete, sepse po e shohim që Shtetet e Bashkimit Evropian po e kanë probleme që të zgjidhin një premtim të tyre në raport me NATO tek çështja 2% që të investimit në siguri është ende temë në Shtetet e Bashkuara në Shtetet e Bashkimit Evropian e leje ma që të mbyllin procese. Kështu që unë shpresoj që presioni e Shtetit të Bashkuar të Amerikës do të jetë ai që do I mbyll këto gjëra. Fundja nuk është që do të merren me të kaluarën edhe me marrëveshjet e Ohrit, me marrëveshje Korniz, fundja po e shohim që në qoftë se dëshiron që të mbyll Në qoftë se dëshiron që të mbyll të gjitha marrëveshjet do të më respektu. Në qoftë se dëshiron që të mbyll në marrëveshje finale mes Shtetit Serb dhe Republikës Kosovës, presidenti Trump konkretisht të deleguarit e tij me çështjen e dialogut nuk është që do të merren me të kaluarën, mirë po do e mbyllin këtë marrëveshje dhe do të shohim drejtarët. Mirë po problematika është që unë kam thënë edhe më herët, në qoftë se nuk ndryshon një mendësi politike në Serbi, është vështirë arritja e një marrëveshje. Ne edhe mund të arrijmë marrëveshje, mirë po implementimi I saj do të ketë vënesa të jashtëzakonshme. Faleminderit shumë, falenderoj dyve që jeni sot me neve dhe gjitha këto diskutime. Faleminderit shumë. Nderuar shikues, me kaq edhe